Policia rrugore e Shkodër po përballet me një sër shkeljesh nga drejtuesi të mjeteve në sezonin veror. Në një poroncim për mediat, shefi i sektorit të policisë rrugore Shkodër, komisar Ermal Zenelaj, tregon shkeljet e përditshme të sigurisë rrugore. Ai bën apel për ndërgjegjësimin e qytetarëve, teksa thekson se gjobat nuk janë në fokus. Policia rrugore Shkodër nuk do të thotë që ne jemi të përqendruar te pjesa e shkeljeve, masave administrative. Ka mundësi mos të vendosim asnjë gjë, nëse kemi ndërgjegjësim të qytetarëve. Por ka i problematik sepse nga eksperienca shoh që shkelja ka goxha shkelje, domethënë edhe këto shkelje karakterizohen si shkeljet e sigurisë rrugore ku kufizimi i shpejtësisë, shpejtësia mbi normat e lejuara, parakalimet e gabuara, njerëz që drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit, apo po le drejtimi, manovrat gabuara e tjerë. Këto janë shkeljet shumë të konstatuar nga policia rrugore, të cilat po monitorohen me mjete inteligjente si makina inteligjente, dron, radar, dhe janë konstatuar këto shkelje dhe vazhdojnë shërbimet e policisë edhe në këto momente që flasim, duke konstatuar këto lloj shkeljes vetëm me qëllim që të ndërgjegjësohen qytetarët, të ndërgjegjësohet komuniteti i Shkodrës dhe ata qytetarët e Republikës Shqipërisë apo të huaj që përdorin akset rrugore që kalojnë në qytetin e Shkodrës. Dhe siç e thash dhe më sipër, këto shkelje janë domethënë shkeljet e sigurisë rrugore, jemi fokusuar shumë tek këto shkelje dhe po vazhdojmë me masa administrative në mënyrë sistematike çdo ditë, çdo moment kur konstatohen nga shërbimet tona. Vetëm me qëllim, jo për të gjobit qytetarët e Shkodrës apo të Republikës Shqipërisë. Qëllimi kryesor është që qytetarët të ndërgjegjësohen. Është një shprehje që thotë që kodi rrugor është i ndërtuar mbi gjak. Ç'do të thotë? Çdo aksident, çdo incident ndodh vetëm nga pakujdesia e drejtuesve të mjeteve. Zenelaj ndalet për dhënë shifra për sa i përket aksidentit rrugor në Shkodër. Atëherë, qarku i Shkodrës për 6 mujorin e vitit 2025 ka pas 55 aksidente rrugore. Aksidente rrugore 34 ka aktualisht. 21 më pak, që do të thotë punë e mirë e policisë rrugore. Ndrim jetë. Persona që kanë ndruar jetë nga aksidentet rrugore 6 mujorin e parë të vitit 2025 ka pas 13. Aktualisht jemi me 4 aksidente. Pra, do të thotë 9 aksidente më pak. Plagosje të rrata, ka pas 8 raste 6 mujorin e parë 2025, aktualisht kemi 6 raste, 2 më pak. Pra, plagosje të lehta 49, ka pas 6 mujorin e 2025, aktualisht kemi 35 plagosje të lehta, pra 14 më pak. Kemi një shtim të pjesës aksidente me dëme materiale, ku kemi diku 33 aksidente më pak. 6 mujorin e 2025 ka pas 208 aksidente me dëme materiale, aktualisht 6 mujorin e parë të 2026 kemi 241 aksidente, 33 aksidente më shumë, ku do punohet edhe në këtë drejtim me aksidente me dëme materiale, por në tërësinë e zërave të theksuara më sipër, ju garantoj se Policia rrugore Shkodër ka bën një punë të mirë në raport me parandalimin e ngjarjeve me pasojë. Ndërkohë problem vjen të mbetet dhe drejtimi i mjeteve nga të mitur, duke u bërë shkak për aksidente ndryshme.